Eventi ka qenë i madh në promovimin. A më tregon pak për eventin, Ardian? Po, eventi ka qenë shumë i bukur. Normal kena pas shumë punë, derisa kena arrit qatë ditë, po ka shku ma shumë se perfekt. Ka pas shumë prishmeri për event, edhe plus se disa veta janë kona, mo e kena pas në tartin edhe u konë kejt e mësht. Kështu që ja kena njës në ora 6 edhe me zërë doft mi hek njerëz të eventit, ka në ora 10-11, se atë shumë kanë pas knatësi me lujt letrën, sidomos ka pas disa grupe shoqnis që e ka njoft vetë njënin tjetërën me vite, për shembull për shkollës mesme, edhe e pajsha për vete, kër u përgjithshin, apeto që dishin me përgjithjen që i vikës, se nuk e ka njoft këtë anën e shoqës ose shokëve vetë. Kështu që u konë shumë eventi mirë, edhe kena pas shumë interes për lujen e kartav, gjatë eventit edhe masa nej. Kështu u konë shumë knatësi. Ka kërkesa për karta prej ditës e eventit? Po. Ku i gjenë edhe këtu janë në librarin të ka gjenë, apo? Kartat ende nuk i kemi në librari, mundër me i gjithë përmes platformës tonë e Instagram, edhe aty mundër me i përësit. Realisht na jemi pak hala të shëkum për krejt interesit që na u ka bu sidomos për lojen me letra Hajde Folim. Jo që se kemi prit të pas parasysh se sa e nevojshme është në kontekstin kulturor tonin, do me thonë pas një lojë tillë në gjuhën shqipe, po veç ideja që ka fillu interesimi qaq shpejt prej njerëzve, prej individëve të ndryshëm, na ka bu pak me undje krenar dhe me punën që kemi bu, po në anën tjetër edhe alo si pak të mos di qka është të ndodhë. Shka po ndodhë. Edhe me gjithë se ju e keni studiu tregun dhe nevojen dhe absolutisht Hajde Folim si një platformë serioze me qëllime të sakta, gjithmonë e din qka dënë edhe e din ku është nevoja. Unë jam të mundu me nda. Ashtu është, po, më duket kështu s'po di me nda. Hajde ta praktikojmë, se po du me pa edhe për shikus. Në ndërkohë, derisa dalin kartat në shqitje, ju në Instagram e gjeni faqen Hajde Folim. Kartat dhe që janë në shqitje prej natës e eventit. Online, po. A mund të di qmimin, apo nuk mund të themi kështu? Po besoj që mundër me ju shënu, mesazhet i kthehen gjithë si cilit në Instagram, kush do që ju shënan, edhe ma ndive që marrë informacionit e nevojshme edhe për transport, edhe për e unë që e ku pas ditlinjen, mi keni pru dhurat. Intera, Unë e po mënej me bo një rubrik në emision me kartat. Misafir me shi me lujt. A pajtohesh? Okej. Pajtona shumë. E banëm një marrëveshje live në emision. A mo besoj që gjithë familje, sidomos, jo, interesant është me shtim toni mjekt Ardiani, mjekt kryesisht i kam tëftuar. Edhe me qitë pak prej agjentës e tyre, edhe me ishti pak në minutat e fundit bisedet. Okej, në fakt jetimin e kartave është edhe një udhëzues që na tregon çush luhet loja edhe qësh ndohen kartat, do me thonë janë gjithsej 4 kategori. Kategoria e parë është mos u tët. Nisja kthej kamerës. Kategoria e parë është mos u tët. Te cila jam? Te cila kamerë jam? Te kjo. Kategoria e parë, mos u tët. Kategoria e 2 është qelu zemër. Është qelu zemër. Që janë shkojnë pyetjet ma ndej të u bo pak ma personale dhe pak ma thelle, edhe muhabeti i ron është njëni prej muhabeteve që kërkan pak ma shumë investim emocional. Ma të gudzim shumë edhe me nani mirë para se me fol, edhe? Edhe ata mbanë, është po kategoria me aktivitete, me dojnë pak prej këtyne pytjeve në momentin që na e shohem që kemi nevoj pak për një aktivitet relaksus, arktus. Deri ku së mënë teritor, po të përgjishna. Hajde, po shkojmë